Presidenti francez Emmanuel Macron u qellua me shuplla nga gruaja e tij Brigitte, ndërsa avioni presidencial francez mbriti në Vietnam. Episodi u fiksua në një video që u bë menjëherë virale. Në imazhe shihej dera e avionit duke u hapur. Macron del jashtë, por përballet me atë që duket si një shupllak nga gruaja e tij. Pallati i Eliziut e mohoi menjëherë incidentin, duke thënë se nuk kishte pasur asnjë debat, por vetëm një moment që presidenti dhe bashkëshortja e tij të shfryen të relaksohen para se të fillojnë vizitën. Mediat sociale ndërkohë shpërthyen. Në imazhe mund të shihet presidenti të kthehej mbrapa e më pas Brigitte zgjat duar drejt fytyrës së Macron sikur kërkonte një përkëdhelje, apo grindeshin ata. A ishte një shupllak e vërtetë? Mediat sociale nuk janë kursyer me hipoteza të mundshme, duke interpretuar gjithashtu shprehjen disi të habitur të Macronit pas gjestit të Brigitte, edhe pse presidentit më pas i kthehet buzëqeshja drejt daljes dhe bën një gjest përshëndetje. Në atë pikë, çifti fillon të zbresë shkallët dhe kreu i shtetit i zjat krahun bashkëshortes së tij siç bën zakonisht. Vetëm se këtë herë Brigitte nuk ka për krah burrin e saj, por mbahet mbas kangjëllave të shkallës. Pallati i Eliziut, i përballur me sasinë e madhe të ripostimeve dhe komenteve mbi videon, fillimisht mohoi se pamjet ishin autentike. Më vonë një ndihmës i presidentit foli për një moment afërsie mes çiftit, në të cilën presidenti dhe bashkëshortja e tij shpërthyen para se të fillonte udhëtimi zyrtar.